të kuptojmë që ne kemi mbi 1000 parazit në trupin tonë. Një pjesë e tyre futen, dalin, nuk sillin dëme të mëdha, por një pjesë sillin dëme të jashtëzakonshme. Bëjnë lodhje ekstreme, dhimbje të muskujve, kyçeve, shpinës, krave, kudo. Ethe të erëpaseshme që ne mund të kemi. Dëmtim të organeve, problem të kollës kronike në mushkëri. Kemi probleme me aritmi të përhershme dhe nuk kemi gjë shkaktar. Mund të jetë kjo. Anemia që të thash sidomos shkatrimi i qelizave të kuqe të gjakut dhe vitamina B12 mangut, anksi depresioni dhe konfuzioni. Po japi shenja graduale. Dhe një nga këto arsyet është kur kemi fërkim shumë këtu para hundës, majën e hundës, kemi fërkim këtu te vetu atëherë pasere, natën kur flëmgjum, kemi kruarje të kokës të pakuptueshme nga ndonjë arsye tjetër. Kemi zbokth. Nga ana tjetër kemi shenja të plakjes së lëkurës. Menstruacionet janë të parregullta. Nga ana tjetër ku kemi gërhitjen e fëmijëve sidomos, po edhe të rriturve, mund të kemi dhe është parë që rreth 45-60% vjen edhe nga parazitët. Nga ana tjetër ku ne kemi dëshirë shumë të madhe të konsumimit të kripës. Nga ana tjetër ku konsumojmë në darkë shumë sheqer. Ku kemi kruarje anale, ku kemi rreth të zi të syve. Nga ana tjetër, kur shikojmë që kemi bërë një panel analizash, kemi mungesë të vitaminave dhe mineraleve. Kur lëshon përshtymë gjatë gjumit, kur ne kemi shpesh her kapslëk, her diare, kur kemi kruarje të lëkurës pa shkak, rimri dhe kruajmë lëkurën, kur kemi fryrje dhe gazra, kur kemi puçra.